A ja vlen që të vritet njëri për një kafe? Po ç'është kjo, është turp kush e dëgjon aty. Sa kushton një kafe në Shqipëri? 500 lek. Po një mendim për këtë vrasjen e fundit që bë për një kafe? Gabim, shumë gabim. Kafja në vetvete, ç'a është? Për kafe i thonë, po ata nuk ngopen me kafe. Po ç'është kjo, është turp kush e dëgjon aty për një kafe. E dua un kafen tani në 12 natës dhe nxjerr ko buren të vras. A do ta varrësh? Ç'a të keq që ka me pi kafe në 12 natës? Po e ka pastruar, e ka mbyllur lokalin. E ka mbyllur lokalin, do të hapa postafat për ty tani? Pse? Pse? Ka një leqik logjik, shkoni në ndonjë lokal tjetër ku ka. Nuk ngopen Po me të them kafe. unë ty, shiko se unë këtë intervistë do hedh, po hajt na jepi kafe. 2 orë t'jap, 2 t'jap. Kafe. Jo, për kafe, për me pi bashkë. Po jo kështu që të më bësh nder. Po ç'a është kafja pra? Nder apo Është apo qeder? për ata njerëz kështu vjedhje, ç'a të thosh. Kur thonë më jepi kafe, kur ta kërkojnë. Po kërkojnë një kafe, Është ti vjedhje. nxjerr një kafe 500 lekë e thot çamër kjo. Çao kjo thot, pse tallesh? A më the kafe pra? Po ata kafe në quajnë në hu. E quajnë dëngun. A vriten shqiptarët kaq shpejt? Po Po shkojnë. ka që vritën, po së di ku shkojnë. Ti Ata e vetë si di. e mendon? Shumë gabim. Shumë gabim, është gjë që s'krim. S'bëhet, po shqiptarët edhe bëjnë. Ju pini kafe? Po, pi kafe. Pi turk apo ekspres? Jo, ekspres. Ekspres. E pi ke shtëpia, ko me ekspresin ke shtëpia. Nuk zihesh me kamarierin. Jo, nuk zihem, kush ke i për asë, si zihem me kamarierin më punë. Në krytë detyrë, si që kesh i të bëjsh shamat aty, i themi ne, mosha jo, nuk o mirë ashtu. Ajo në halë vetë, në punë vetë i shkreti, për një cëpë bukë të punu. Pse që kesh i bëjsh shamat aty? Unë, për menimin tim, kështu them, nuk o mirë. A na përgjithson neve kjo situatë? Për zotin nërti, Ja ku në nxehet shqiptarit. duhet të ulim pak. Duhet të ulim pak tonet. Rinia është qelë tërë, si thamin na. Si e vlerësoni rastin më të fundit të 2 të rinjve që u vranë Durrës për një kafe? Kam koment. Pini kafe? Jo, A ja vlen të vritesh për një kafe? jo, kur gjallë në botë. Është për kafja shumë e rëndësishme, po pive kafe të vrasin. Se shqiptarët arrin të vriten, ai tjetër te gjyqtari për çështje Nuk ka prone shtet. e vrau. Nuk ka shtet. Mes gjykatës, ai Nuk ka tjetër mes shtet. lokalit vret tjetër. Nuk ka shtetë. Shteti ka falimentuar. Është copë. Që nga i pari, deri te i fundit. Beri drejtësine, beri me Sorosin, me ata legendat. Pra ka fajin sistemi drejtësisë. E ka fajnë ai madhi, jo sistemi, ai që ka bërë. Ai Zagari e ka. Ç'a ti them kur unë nuk kam mend tjetri. Se çka kanë Ta shqiptarët? i këtu, ja legenda ta i. Shqiptarët Më thyen këmën, ja. 2 javë më parë u vra mes sallës gjyqit një gjyqtar që pretendohet të jetë i mbrojtur. Ai ka diku ka silur. Edhe ai. Gjyqtar tu janë. Pi kafe. Sa kushton një kafe në Shqipëri? Po boj kafe sa i bukur, Sa i buk apo sa i jetë? sa i jetë dhe kafe për shumë, unë e pi për vetën dhe me një ditë. Ai se s'bëllë mirë fort kafe. Po kur thot kamarieri që sot nuk shërbejmë kafe sepse kam ekspresin e fikut. Që të bëjmë, hikë vend tjetër, pëse do bëjmë lavë me kamerin. Tu e ndize olla tani. Që a thonë ku pysën atarë, që a foli, ku bri. Kush nuk pyesë? Ju brizëri, masa fole, ku folit me ju morë. Pse? Jeni shumë të pa disiplinu. Kush na ka bërë të padisiplinuar në Brezineri? Di, masë sistemi, që të themi. Ne, Gjithmonë shqiptarët fajsojnë sistemin, këtë sistem që këta mundohen me mishe, me shpirt, që me zie ka ngritur. këta me zi ka ngritë. Te, shkatruan e prishën, këtë thot me zi ka ngritë. Jo, më lokal s'pi, Pse? se du, Ke asë është ekspresi fiku? ke du. Shko futi një plumë e diram, se në rruj me ta. Jemi mësuar në tani me njerëzit. Vri, pri, si pas asaj. Pse janë bërë ka gjaknxehtë shqiptarët? A karakterizon neve kjo gjaknxehtësia? Me që po dëgjojmë, me që po bëjmë gjuna, kush e pëson e kush i heq këto gjera. Është edukat e familjes, mbi të gjitha. Edukat e familjes apo sistemi? Qa sistemi? Shkolla. Familja, shoqëria, të gjitha ja. Familja, kryesorja, shoqëria.